إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrahta, më të sinqerta janë për Muhamedit alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Islami përveç se që e ka për mision që njerëzit të drejtoj në adhurimin e krijuesit të vetëm, ai i cili është i denjë dhe meritor të adhurohet pra Allahu, gjithashtu ka për mision që të rregulloj raportet ndërnjerëzore, e për më shumë edhe që të ruaj ato që mos të përkeqësohen dhe mos të krijohet armiqësi mes njerëzve. Andaj Islami si e vetmja fe e shpollur nga ana e Allahut është në anë i plot, është perfekt dhe do e gjeni ndihmëtar në çdo çështje të juaj. Po thot i dërguari i Zotit, Muhamedi alayhis salam, muslimanët përngjasojnë me një trup. Nëse dhëm një pjesë e trupit, ka për të dhimbë këtij trupi. Në këtë drejtim, muslimanët janë të ftuar që të janë të kujdesshëm që mos ta lëndojnë njëri tjetrin, sepse pastaj këtë trupi ka me dhimbë, këtë shoqënia, xhamati, një komunitet i caktuar, brenda ummetit ka për të dhimbë si pasojë i një lëndimi i cila ndodh mes njerëzve. Andaj në këtë drejtim, një prej veprave, prej moraleve të larta, prej vërtyteve të kërkuar për një besimtari, është ruajtja e sekretit të tjetrit. Nëse një besimtar, një vëllai jot, një xhamatli ta ka besu një sekret të tij, një çështje të tij që ai kërkon prej teje, të më rujt dije se e ngarku me një amanet të madh. Andaj Islami kërkon prej neve që çto sekrete me rujt. Tham është cilësi e besimtarëve. Cilësi e besimtarëve. Nëse don me kon besimtar, dosh me rujt sekretin e Allahut. Nëse don me kon musliman i rëndom, atë ka mundësi me anu dika tjetër. Andaj, vëllezër besimtar, sekretet cilësohen janë besime, janë amanete, të cilat na janë besuar neve nga disa njerëz të caktuar, e për të cilat ne ke marrë për kushtim mbi veti. Jena zotu se kena mirujt. Do të jena zotu. Dikush ta tregon një çështje, e thot që kjo informat është veç për ty. E besimtari, ai që ka morale të larta, ai që është i fisnikrum në mënyrë të veçantë, me shembullin e Muhamedit alayhis salam, me këtë islam i tillë që të sekret e ruan. Të nderuar xhamat, po thot Allahu në Kur'an, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allahu ju urdhëron me nënçu në vend zotimet, besatimet që ja kënon dikujt, me respektu sekretet e atyre që ja këni premtu që keni me rujt. Allahu pjërënën, që ne, kjo çështje po kalon një nivel më të lartë. Inna Allaha, me të vërtet, Allahu po ju urdhëron juve që me nënçu në vend që ato zotimet që i këni dhonë. Unë mos u bë marak, vojëm se fjallën në vend të aqaj. Mos u bë marak. Unë jam qaj që i rri mropa fjallë që ty ti ku më thonë, e në këtë drejtim, Ibn Kathirin, duke bot tefsir, këtë ajet kuranor, dhe gjënë e vlozën besimtor që apo thëtë. Allahu ka urdhruar që mi mbajt zotimet tonë, që na i kem dhonë na i dikujt, dhe kush dhe që dështon të plëcojt këtu, a i ka për të llogaritur para Allahut. Pse? E ke thy non besatimin, zotimin ti që e ke dhonë. Respektivisht, ti je mëkatar para Allahut për zotimin që e ke dhonë. Andaj, ruajtja e sekreteve,
të tjerëve është pe moraleve të larta. Një besimtar nuk do të me kon për atyre që i thënë sekretet që dikush ja ka besatu, sepse ato paraqesin ndoshta jetën, ndoshta diçka që është shumë e rëndësishme, po njeri në të shminë e vet ka nevojë me dikon me cil zemrën. Edhe zakonisht me kanë e cil ati që i beson më shumë ti. E në këtë drejtim, kur dikush ta ka besu ty një çështje tine, fillimisht ai të ka vlerësu ty lart. Andaj kujdes vëlla, mos e tradhto këtë zemër që ty të ka besu shumë. Mos e tradhto të zemër që të u mbështet shumë, sepse ki me dhonë përgjithësi para Allahut. Andaj ruajtja e sekreteve të tjerëve qenë ka një moral i lartë dhe i kërkuar nga besimtarët. I kërkuar, ose bone se i plaku që tha, jo mos më kallëzo se s'unë moj. Që ke ma sinceritet është, kur dikosh do më ta treguni sekretet e tij, një çështje të rëndësishme, nëse ti e din se s'unë moj, thuj, vëlla mos më kallëzo se s'unë moj. Po nëse e ke marr ja pashojrin, se e ngarkuar në përgjithësi të madhe para Allahut. Andaj në këtë drejtim, kush janë ata që janë më të kujdesshëm ndaj sekreteve, thojnë dietarët çata që janë më të kujdesshëm ndaj kufive të Allahut, çata që ruhen mos me shkel kufit të Allahut, të tillët janë më së shumti respektues ndaj zotimeve që kanë më karshi tjerëve. Po ai që se shkel kufinin e Allahut, se shkel as kufinin e njerëz. Ai që nuk e shkel haramin, kur mos u thot për nderin tën, sepse nderi, pasunia dhe gjoku i muslimonit është haram për njëri tjetrin. Momentin që ti e them një zotim që ja ka dhënë një vëllai, një besë që ja ka dhënë një vëllai, ti ke shkel nderin e tina. Andaj pejgamberi son thotë janë haram nderi, pasunia dhe gjoku i besimtarëve, respekti muslimanëve ndaj muslimonëve tjerë. Andaj në këtë drejtim të nderuar Allahu besimtar, obligimi i ruajtjes së sekreteve të ndërsjellta është i argumentuar me Kur'an. Shikoni, Allahu po na bën një shembull shumë interesant të vllazni. Po Allahu është ai që është i gjithfuqishëm, ai që e din ç'është natyra njerëzore dhe ku ka kërku me fillu për respektet e sekreteve. Allahu po thot, "Fas-salihatu qanitat", gra të mira e të devotshme, kush janë hafizatun lil ghaib bima hafiz Allah. Don gra të mira, salihat, qanitat të devotshme, hafizat që i ruajnë sekretet që Allahu ja ka besu. Çto janë gra të mira. Aja e që kur interpreton këtë ajet kuranor Ibn Kathir thotë është ajo gru që e ruan nderin dhe sekretet e burrit. Ajo gru që e ruan shtëpinë e burrit. Ajo gru që i ruan fjalët që ndodhin mëna shtëpisë burrit, që kjo është gru e mirë. Jo veç moralin, jo kjo kurse ka tratu burrin, jo, që janë një plus, nderin e familjes. Edhe nderin e familjes është më dash me kon gru e mirë. Nuk bën me qit llafet e shtëpisë, ja shtëpisë, se nuk ka shtëpi pa llafe, nuk ka shtëpi pa muhabete, respektivisht nuk ka shtëpi pa sekrete, që gruaja kur hyn çat shtëpi, duhet me mshël vesh, me mshël gruën e mos më nxirr llafe prej shtëpisë ja shtëpisë. Ç'kjo është grua e mirë. Kështu Allahu po thotë, që kjo është grua e mirë, salihat, saliha e mirë, salihat gra të mira, qanitat të devotshme, hafizat. Kështu Allahu po thotë, çto janë gra të mira, ato që çfarë janë gra të mira që i ruan kufit Allahut, ja ruan derën burrit, ja ruan pasunin, edhe sekretet e shtëpisë nuk i nxirr jashtë shtëpisë. E çështu vëllazën besimtar muslimani do të më kon. Por Allahu po thotë, kështu fillon gruaja me kon e mirë. Merr në shembull e Lut alayhis salam. Gruaja vetë çka boni? E nxirri sekretin e musafirëve jashtë shtëpisë, shkoi u tregoi burra më të lik në shoqënie, na kanë ardhur dy musafir, dy burra të mirë, burra të jeshëm në shtëpi musafir. E gruaja e mirë, çfarë? Pe këtyshit, fillojnë rujtja sekreteve. Gruaja e mirë është se kujdeset për nderin e shtëpisë, kujdeset për pasuninë e burrit dhe për fëmijët. Në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, ajo do të më qenë e para që i ruan sekretet e pastaj vazhdojmë tutje. Të nderuar vëllezër besimtar, në rrugtimin tonë në dynjë do të më qenë të kujdesshëm me çështjet tona, me sekretet tona, sepse në këtë drejtim ka herë ti kallzon me çështjet tona, e që për dikon mund me qenë i pakëndshëm edhe provokon zili. Merr në shembullin e Jakubit alayhis salam.
Jusufi a.s. Edhe ky pejgamber po i tregon babës një ëndër madhështore që e ka po, ai çfarë i tha? Kujdes, mos ja trego këtë ëndër vëllezërve tu, sepse shejtani është armik dinak, është armik i madh, mos po nxoll zili mes juve. E ka herë Allahu besimtar do sekrete nuk o mirë mi kallzu. Po nëse i tregon, Allahu na ruaj, mundohem me zgjedh një shok i cili është besnik. E të rastin Jakubit a.s. Allahu besimtar dietarët me rastin e tina e kanë nxjerrë një mësim shumë madhështor, një shumë mësim të madh. E ajo është se vëllezër besimtar, mirësit duhet me i mshef. Mirësit e ke bon jetë me bon një punë caktume, mshefe disë të realizohet, mos me të godit hasedi, mos me të godit zilia tjetër, sepse zilia ka një efekt çuditshëm, i shkatron mirësit. Andaj këtë drejtim, Jakubi a.s. e mësoi birin e vet një çështje të madhe që të ruhet nga zilia. Vëllezër besimtar, dini jonë është din madhështor. Islami vallahi është din madhështor, me i nal e me analizu mësimet që bërojnë për Islamit, do befesoheshin, para mendo, po të mëson çysh mujt për zilis. Zilia është hak, pejgamberi më ka thonë, po të mëson edhe çysh me ujt nderin tjetrit, mos me shkel nderin e huaj. Edhe kjo e paraqet madhështinë e kësaj feje. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, nëse dikush prej nesh don me tregu një sekret, shikoni Islami çysh e rregullon këtë çështje. Po thot Muhamedi a.s. nëse dikush ta tregon një çështje, edhe këshir mrapa e dhonash, don dije se është ta dhon një sekret. Pa pas nevojë me thon ty, vëlla, ç'kjo është vetëm e teje. Momentin që e kthen kokën majt edhe djath, po ta bën me dije që ç'kjo informacion është për ty. Veç i veçantë pse? Se veç unë të penim, e që i bie në këtë moment të je ngarku me një obligim, me një sekret të vllotën. Andaj, vëllezër besimtar, ruajtja e sekreteve është pjesë e besimit ton. Është kanar i burrnillakut ton. Është kanar i imanit ton. Dhe me ta, sahab ja u kanë vlerësu burrnillakun tjerëve. Sa mon fjalën. Andaj, po thot Muhamedi a.s. El mustashar mutmanun. Ai i cili konsultohet është i besatuar. Çato ti që i kallzon diçka, apo që konsultohesh me ta, i tilli është ngarku me një zotim. Andaj e ki obligim me rujt zotimin me të cilin je ngarku dhe mos e tradhta. Kujdes, mos e tradhta besimin e tjetrit. Me ka që punën pjesën e parë të ytbës, duke ku falet Allah, kërkon dhe fale, së vazhdojmë së rrugës. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Të nderuar xhamat, ruajtja e sekreteve është shkak që ndër njerëz me u paksuar mitësia. Është shkak momentin ti që tha filoni, ka thon filoni, i kallzon tretit, veç janë nis e shtohet armiqësia. Dhe thojnë dietarët, e përmendëm më herët, nëse ky është shkak shumë i rëndësishëm për umetin me kon rahat, me kon pa të lashët, e thojnë dietarët të nderuar besimtar, njeri që i ruan sekretet bëhet pej më të dashurve ndër njerëz. Ai që i ruan sekretet e njerëzve e bën Allahu me kon i dashur për njerëz. A përshënë vëllezër besimtar, fillimisht don Allahu edhe pastaj të bën të dashur ndër njerëz. Gjithashtu nëse ti ai që përhap fjalë, ai që tradhton amanetet e njerëzve, edhe kemi qenë urryer tek Allahu, po kemi qenë edhe urryer ndër njerëz. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, hapi parë që do të më bëjë na si musliman është parandalimi. Me kon kujdesshëm me fjalët tona. Me kon të kujdesshëm çfarë po flasim para tjerëve, sepse vëllezër besimtar i pari që meritor me rujt sekretet e tua jetë. Po pasi që natyra e njerëzit çenka sociale dhe ka nevojë me dikon me diskutu, e me u këshillu, mundohem me gjetë mik të sinqert, mik i cili nuk të tradhton. Andaj selefët kanë qenë kështu, kanë marrë mësim prej Muhamedit alayhis salam. Para mendon vëllezër besimtar, thuhet për Aliun radhiyallahu anhu kur e kanë pyet për sekrete, çysh i trajton sekretet, ka thonë unë jam si varri, e gjum fjalën e varrosi. E ku kanë marrë këtë örnek,
ku kanë marrë këtë mësim, o vllaznia kanë marrë për Muhamedit alayhis salam. Ka raste të shumta mos më ngarku, mirë po Muhamedi alayhis salam çfarë ka vepruar preventiv, me parandalim në sire, histori të pejgamberit alayhis salam. Transmetohet se kur ka marrë ekspedita ushtarake, luftë, përgatitje për luftë xhihad, nuk i ka kallëzu sahabëve ku po shkojnë. Sekret, ka këtu zyrtar policor që e dinë rëndësinë e kësaj pune, pejgamber, po është tut që dikush pa e tradhtan. Është tut që mos e bazat dikush, po çka përdështon, gjithso kemi edhe rastin e kundërt, familjen e faraonit ka pas besimtar që ka mshif besimin. Apo shkëndë vazë besimtar, rujtja sekreteve që i ka rëndësishme, mirë po nëse të ka ngarku dikush me një sekret të cilën ti e ke pranu, e ki bërç për me rujt. Andaj në këtë drejtim të nderua vëllezër besimtar, e cekëm pak më herët se Islami është fe madhështore. Para mendoni çysh kujdeset për nderin tënd. Hiç ti si e dikon, edhe dikush e ka sekretet tënd me veti, po ai se ful pse? Se Allahu e ka ngarku. E dikush tashet don sekretin për pak pare, tashet për një kafe, për një çaj. Andaj vëllezër besimtar, bëni të kujdesshëm për sekretet e njerëzve. Bëni të kujdesshëm për ato amanete që keni marrë me supët e juve, se përndryshe keni marrë llogari para Allahut. Andaj në këtë drejtim do përmbyllim këtë hutbë duke treguar një hadith ku thot Muhamedi alayhis salam. Dhe këto e shohim rëndësinë se çysh Islami e ka rujt nderin dhe objektivat apo ambicet e muslimanit. Po thot Muhamedi alayhis salam, ndihmono në përmbushjen e qëllimeve tuaja duke mshef ato. Sepse çdo begati sjell zili. Hadith, ndihmono, don ti fillimisht do shmirujt planet tua, qëllimet tuaja, ambicet tuaja, mos më tregu tjerëve që mos më prodhu armiqësi e zili, po edhe dyta, ti që e ngarku me një sekret dikujt, ruje se pasha Allahun para Allahut kemi dhënë llogari, edhe në këtë drejtim shembulli ynë që marrëm ne është shembulli i Muhamedit alayhis salam. Rastet e tyre janë raste sikurse sot më thon raste prolla që dikush tjetër ka realizu, mirë po në të vërteta nuk janë prolla. Shembullin e Aliut radiallahu anhu, shembullin e Omerit i cili e ka marrë Ibn Abbasin me veti në përnaja, mirë po vëllezër besimtar, çai ka thon baba e vet, ka thon mos fol për të mitat e njerëzve në për oda, mos gënje dhe mos e trajto nderin apo sekretet e tyre në proda, ti që po merr. E kush u ka Omeri, u ka njëri madh vllazni, dhe ja ka mundsu Ibn Abbasit me shoqëruar në përnaja të moja, mirë po baba ka mësu me koni kujdesshëm. Andaj shembull të tillë ndër musliman ka shumë, mirë po nëse dojmë me një këtë rrugë, dëshirojmë me kon pe atyre që janë kufit Allahut, dëshirojmë me kon të dashur me njerëz, ndër njerëz, të dashur tek Allahu, duhet të rrim nderin e tyre, sepse Allahu besimtar e kemi haram nderin e njëri tjetrit. Elusim Allahun që Allah na mundson të jemi të kujdesshëm ndaj nderit të muslimanëve, po edhe jo muslimanëve, dhe të jemi të mëshirshëm njëri ndaj tjetrit. Në këtë drejtim të ndërroj Allahu besimtar, shembulli më i mirë që do të më ndjek është shembulli i Muhamedit alayhis salam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.